أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلندرojmë Allahun te baraka wa taala I dërgojmë salat dhe selam pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahu dhul jalal që në këtë rikthim pas pauzës për shkak të muajit të bekuar të Ramazanit në ligjëratat tona të rregullta, ky rikthim dhe ky ritakim I joni tjetë I bereqetshëm inshallah taala dhe Allahu të na jap sukses dhe dobi nga këto takime të cilat po takohemi së bashku dhe njëherë të lutim Allahu dhul xhelal që këto takime të jenë dëshmi e të jenë vepra të mira për gjithë ne nesër në ditën e gjykimit kur do të takohemi me Allahun ton inshallah taala qofshim të gjithë faqebardh e të shpëtuar inshallah taala. Kapitulli I radhës nga libri që shumë mujt që kemi fillu me lexu, librin e madh të hoxhës dhe imamit shumë të respektuar në fenë islame, Imam Neveviut, Riyadus Salihin, ky libër I cili përmban në vete mbi 2000 hadithe, të cilat janë hadithe që I nevojiten çdo muslimani dhe çdo muslimane gjatë jetës së tij, është një manual ditor për jetën e çdo besimtari. Kapitulli I radhës është shumë interesant. Ashtu caktimi I Allahut se nuk o që ne e kemi ndal këtu takimin para Ramazanit me fillu qëllimisht, por me të vërtet ndërlidhet me një çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë mas Ramazanit. Ky kapitulli 15, titullohet Kapitulli I ruajtjes së veprave të mira dhe kujdesin ndaj tyre. Kapitulli I cili na flet dhe na nxit që të kujdesemi për veprat e mira dhe t'i ruajmë ato. Kjo është një prej poentave kryesore, një prej qëllimeve të kryesore pas muajit të bekuar të Ramazanit. Fillimisht, të dashurit e mi, elusim Allahun dhul xhelal që gjitha ato punë të mira dhe ibadete që I kemi bërë për Allahun xhalla xhelaluhu gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, Allahu inshallah I ka pranuar prej neve ya Rabbi. Po ashtu elusim Allahun dhul xhelal që sikur kemi qenë të gëzuar në ditën e Fitr Bajramit për shkak të festës dhe gëzimit të Fitr Bajramit dhe pasi kemi përmbush e kemi përmbyll një muaj edhe agjerimin dhe shumë ibadete tjera, elus Allahu fuqiplot që ky gëzim tjetë më I madh dhe tjetë gëzim I përhershëm për gjithë ne nesër kur do të takohemi me Allahun te baraka wa taala, se bajrami I vërtet për muslimanin dhe gëzimi I vërtet është kur takohemi me Allahun te baraka wa taala, nga se ju e dini pejgamberi alayhis salam ka thonë muslimani I ka 2 gëzime në iftar. Gëzimi I tij I parë është kur bën iftar në ditën që e përmbyll edhe e kryen një ditë agjerim, ndërsa gëzimi I tij I dytë është kur takohet me Allahun dhul xhelal dhe e sheh shpërblimin e madh të agjerimit, por jo vetëm, por edhe të ibadeteve të tjera që ne kemi bërë përpjekje me I kry gjatë jetës. Ulemaja kanë diskutuar gjatë shekujve cila është rruga më e mirë, apo a ka ndonjë shenjë, a ka ndonjë isharet, a ka ndonjë tregues që mund të tregon se agjerimin dhe ibadetet që kemi bërë në Ramazan, Allah I ka pranuar prej neve.
Dhe dietarët gjatë shekujve, gjatë gjithë shekujve, shumë ulema dhe dietarë kanë japë përgjigjet ndryshme. Ndoshta prej përgjigjeve më interesante është përgjigje atij grupit dietarëve që thonë kështu. Thonë nëse dëshiron me ditë ata ka pranuar Allahu agjërimin dhe ibadetet tjera gjatë Ramazanit, mundesh me ditë dhe me kuptu me një fakt shumë të thjeshtë, i cili është, ajo e vërtet është, nëse në Ramazan, kur e ki fillu muajin e Ramazanit, agjerimin dhe adhurimet i ibadetet tjera, e në fund të Ramazanit ke dal më i mirë se sa ke fillu, kjo është një prej tregusve që inshallah Allahu të ka pranuar. Nëse ke dal nga Ramazani më i mirë se sa kur e ke fillu Ramazanin dhe se e ke fillu Ramazanin, kjo është një isharet, është një tregus serioz që veprat e tua inshallah janë të pranuara tek Allahu te baraka ve taala. Imam Neveviu rahimahullah, si dietar i madh, si imam, si alim prej ulemave të rallë dhe të mëdhej të fesë islame, e ka regjistru këtë kapitull. Sa rëndësi të madhe ka të bëjmë veprat mira, po ashtu ka rëndësi të madhe më kujdes dhe me i rujt veprat e mira. Mos me i humb veprat e mira. Dhe në këtë kapitull, fillimisht Imam Neveviu, sikur e ka metodologjinë e tij, përmend disa ajete të Kur'anit për këtë temë. Ajetin e parë e ka përmend ajetin 16 nga kapitulla Hadid. Thot Allahu dhul Jalal: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum." Allahu dhul Jalal, ky ajet është shumë i bukur vëllazër, 16 Hadid. Thot Allahu dhul Jalal: A nuk ka ardhur koha për besimtar të vërtet që zemrat e tyre të përulen, të rënqethen para këshillave të Allahut dhe para fjalës Allahut, e cila është e vërteta e vetme. Tani Allahu vazhdon thot: Mos lejo me u bo sikur disa që kanë qenë para juve, popujt që kanë qenë para umetit Muhammedit, populli Musese, Isese. Mos lejoni të bëni sikur disa që kanë qenë para juve, kur ju kanë ardhur këshillat e Zotit dhe ju ka ardhur e vërteta prej Allahut, ata nuk e kanë pranuar si duhet me pranu këshillën e Allahut dhe fjalën e Allahut, por i kanë jap vetit të drejt duke i dhënë vetit afate dhe shpresë. Ka kohë. Po, ne do ta bëjmë këtë punë të mirë, por ka kohë. Tash Allahu i përmend këtu dy probleme. Fatala alejhimul amad. Thot kjo periudhë tyre e neglizhencës, pa përgjithësisë, jo përkushtimit, jo angazhimit, jo përgjithësisë, jo devotshmërisë, është bërë kohë gjatë. O trash shpresa për plot iluzione, shpresë jo reale. Dhe si rjedhoj e kësaj situate, unë do të bëna një ditë i mirë. Unë një ditë do të mësoj me lexu Kur'anin. Unë kismet do të falna. Unë kismet një ditë do të shkoj në xhami, po pres vetëm edhe pak. E kësi që si fjalë ju dëgjoni përsërit për njerëzve që na rrethojnë. Po Allahu thot, këta që i japin vetes së drejtë me i shty punë të mira, kismet. Fatala alejhimul amad. Këta i kaplon një smundje që ata as nuk e hetojnë. Shpresa e cila është shpresë e rrejshme. Dëshira për mu përmisu, po nuk po përmisohen.
Dëshira për mu bo i mirë, po as një hap nuk e ka qitë para mu bo i mirë. Dhe tash smundja dytë që ka thot Allah, faqaset qulubuhum, si rezultat i kësaj që ata vetëm po kanë dëshirë mu përmisu, por s'po e bojnë as një hap drejt përmisimit. Po kanë dëshirë mu bo të mirë, por s'po e bojnë as një hap drejt të mirës. Po kanë dëshirë me qenë rob të dëgjushëm të Allahut, por nuk po i dëgjojnë këshillat e Allahut. Faqaset qulubuhum, në një moment ata vetëm kur e kuptojnë se zemrat e tyre janë bë gur, edhe më të forta se sa gurt e bjeshkës e të kërshave. Sa njerëz sot marrin pjesë në për gjenaze, qofshin ata njerëz të cilët po i përcillim të Allahu familjar tyne, apo shoke ku i shije, kolege ku ta diune. Ata marrin pjesë. Po që në momentin kur marrin pjesë edhe vinë vareza, edhe marrin pjesë në përcjellje të një gjenaze, por vetë fakti se ata vinë pa abdes, nuk falin namazin, nuk bën përcjellja një gjenazës, nuk i bën ata me reflektu dhe me kujtu momentin se nesër unë jam ai i cili mu kanë me përcjell, nga se ne gjithemi kandidat në atë rrugë. Tregon se ka një ngurtësi të zemrave, ka një shpresë të rrejshme që njerëzit i japin vetës shpresë pa të drejtë. Prandaj Imamun Nevevi e ka përmend këtë ajet me kapitullin i cili ka të bëj me rujtjen dhe kujdesin në veprave të mira, e që tash ky ajeti ndërlidhet me këtë temë nën kupton. Nuk mjafton dëshira për me bë punë të mirë, derisa krahas dëshirës nuk është edhe përpjekja praktike. Tash këtu e ka përmend Imam Neveviu 4 ajete. Unë po e përmendi ajetin e 34 shpejt, se na iki një pjesë e kohës. Ajeti i radhës është ajeti 92 Nahl. Këtë ajete keni dëgjuar shumë. Bilem shumë hoxhallar mas Ramazanit hutbën e parë apo hutbën e dytë e përmendin edhe kanë tematikën e këtij ajetit. 92 Nahl. Thot Allahu dhul jalal, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allahu përmend shembullin e një gruaje i cili nuk duhet të jetë shembulli jon. Allahu thot jalla jalaluhu, mos u bani sikur ajo gruaja e cila e ka përfundu qëndisjen e saj në goblen me thurr, por kur ka ardhur në përfundim punës një fije e ka tërhek gabimisht, edhe krejt ato çka e ka qëndis, krejt ato çka e ka punu, çka e ka thurr, e ka thurr, u shku, si thuhet, u shku për lesh ajo punë, e ka prish. E ka kry këtë punën në fund, ka mbet vetëm edhe thurjen e fundit me përmbyll, edhe me qitë punën në dizem, qëndisin që e ka bo, modelin, goblenin. Në fund krejt, veprimi i fundit e ka prish. Apo populli jon këtë ajet e parafrazon me fjalë të urta. A ki po në popullin tonë thuhet, nuk ka mirë mu konë se ajo lopa që e ka qitë një kusi qumsht 20-30 litra, po në fund kur dojnë me marë ata që kanë hak me marë më u knaq, ajo i bjen shkelme dhe e derë dhe shkon poshtë krejt. Imamun Nevevi e ka sjell këtë ajet 92 Nahl për me na sjell këtë porësi. Oju që në Ramazan një muaj, sikur po na thot kështu, oju që në Ramazan një muaj keni agjëru, keni fal namaz taravije, keni bo vepra të mira, keni lexu Kur'an, keni bo dua, e tjerë.
mbas Ramazanit, krejt këto punë të mira, duhet të kujdesni për to. Po jo, çu kujdesi? Kujdesi është mos me këput punën ton, angazhimin i ibadetin ton, me vazhdu. Nëse jo me të njëjtin intensitet, ne nuk mundemi me të njëjtin kapacitet, por nuk bën me ndodh një prerje. Mos me ditë çka ke qenë, mos me ditë çka ke qenë vetëm 48 orë më herët. Se atëherë është sikur shembulli jo i mirë i kësaj gruaje që Allahu ka thonë, ky nuk do të jetë shembulli dhe modeli jon, e cila punën e saj, djersën e saj, mundin e saj, në fund e ka çu poshtë. Allahu na ruaj. Ajeti i fundit që ka përmend Imam an-Nawawi rahimahullah në këtë kapitull është ajeti i surës Hijr 99, e ky ajet është shumë i qartë, thotë Allahu fuqi plot, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Allahun deri sa të vjen vdekja. Do të thonë deri në vdekje muslimani bën përpjekje, angazhohet me qenë rrugën e Allahut. Sigurisht, ne gjatë jetës kemi zbehje, kemi batica, ndonjëherë jemi më aktiv, ndonjëherë jemi më të freskët, ndonjëherë kemi vullnet më shumë, ndonjëherë nuk na mungon zelli dhe dëshira, ndonjëherë na ka plagështia, dembelia, zbehemi, por jo me kput, jo me ndërprej. Nga se ne deri sa t'ja dorëzojmë shpirtin ton Allah, duhet të qëndrojmë në ato që në çdo recat namaz ne themi ihdina siratal mustaqim, o Zot, o Allahu ynë, në udhëzo në rrugën tënde të drejtë. 17 recate farz. Nëse llogaritim sa recate janë farz, 2 sabah farzet, 4 drek 6, 4 ikindi 10, 3 akşam 13, 4 yatsi 17 farze, që s'ki qare pa i fal. 17 herë ihdina siratal mustaqim, o Zot, na udhëzon rrugën tënde të drejtë. Me ashtu dhe sinetet, Allah Allah. Dhe nevoja jonë për me lut dhe për me kërku udhëzimin në rrugën e Allah dhe me na forcu Allah në rrugën e drejtë, është nevojë permanente, sikur marrim ajër. Sikur kur marrim ajër edhe frymojmë që është nevojë permanente, njashtu është edhe nevoja permanente për me qenë në rrugën e drejtë, në rrugën siratul mustaqim. Bukur shumë. Këtu Imamu Nawawi i ka përmend 3 hadithe. Në këtë kapitull s'ka numëruar shumë hadithe, 3 hadithe. Hadithin e parë është hadithi i Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, se transmeton Imam Muslimi, thot Omeri, ka thon pejgamberi alayhis salam, men nama an hizbihi min al-layl, thot nëse dikujt i ndodh që e ka zënë gjumi pa e lexu një pjesë të Kuranit që e ka adet me lexu gjithmonë natën. Thot le ta lexon atë pjesën që e ka nxonë gjumi, që i ka ikë, që se ka lexu ditën e nesër me denj drek. Thot dhe nëse kështu vepron, i shpërblet dhe i llogaritet sikur natën me lexu. Tash ky hadith e ka përmend, domethënë ky hadith është udhëzim praktik, shembull praktik. Për shembull, që tash po lëshomi në shembull praktik. Nëse ti ke adet para se me fal namazin e vitrit, fjala vije, ki dëshirë mi fal 2 recate namazin nafil, 2 recate nafile namaz, ose 4, s'është më rëndësi, bën edhe më shumë. Po e ke bo tradit edhe zakon për çdo natë, në shtëpinë tënde, po flasim jashtë Ramazanit. Para se me fal vitrin, i fal 2 recate nafile apo 4, por qeni natë ka zonë gjumi, apo kupet june, ndonjë arsye tjetër. Pejgamberi thot ditën e nesërme, mos sa bëj deri në drek, e ki kohën me fal që të që kon adeti yt. Atëherë kjo të regjistrohet, edhe pse të ka kalu koha, se ardh dita re, kjo të regjistrohet sikurse më pas fal mbram që të ka zonë gjumi.
Pse ka përmenda pejgamberi sa pse ka dhënë këtë porosi? Kjo porosi ka për qëllim që pejgamberi sa dëshiron me na porosit që ne duhet të kemi vazhdimsi. Nuk duhet të kemi shkëputje në raportet tona me Allahun, në këtë rast me ibadetin. Tash, ky shembull praktik vlen në gjitha ibadetet tjera. Varësisht, për shembull, që po e zot. Pejgamberi alayhis salam, një shok të tij të dashur Ebu Dharrin radhiyallahu anhu, një herë e ka porosit, thot Ebu Dharri, awsani khalili bi thalatha. Thot më ka porosit i dashur im, pejgamberi alayhis salam, me 3 porosi, thot prej asaj dite deri sa do t'ja dorëzoj shpirtin Allahut, nuk i lë këto 3 porosi. Njëna prej 3 porosive që ndërlidhet me temën tonë, thot më ka porosit me fal namazin duha. Namazi duha është një namaz nafile, jashta 5 kohëve namaz farz, i cili namazi ka 8 recate maksimum, 2 recate minimum, i cili namaz e ka kohën për të fal, po themi 20 minuta masi të lind dielli, ka lind dielli, 20 minuta masi kalojnë që ka lind dielli, e deri diku 40 minuta, 45 minuta po thirë zoni drekës. Në qëtë interval kohor, kur të duash, fale namazin e duhas. Maksimumi 8 recate, minimumi 2 recate. Por, dhe gjëtash, ka një hadith tjetër, shumë i bukur në këtë drejtim, dhe shumë i rëndësishëm për gjithë një, por a ka njerëz serioz që dojnë me marrë këtë porosit pejgamberit alayhis salam? Thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili e fillon ditën e tij mbar me 4 recate duha, brenda asaj dite Allahu do t'ja jap të gjitha mirësitë atij njerit. Allah. Tash ky hadith i dytë me ato të parin që ka porosit pejgamberi Ebu Dharrin nuk kanë kurrë kundërshtim. Fam, namazi duhas i ka 8 recate maksimum, minimum i ka 2 recate. Por në një rast tjetër ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai i cili e fillon ditën e tij me 4 recate duha. Na ditën tash ti kushtot, po as do të me fillu ditën me namazin e sabata, po ai namazi sabata farz. Kjo nuk diskutohet. Na po flasim tash, e kena te kalu farzin, po flasim me rit kapacitetin e veprave tona të mira. Ai i cili e fillon ditën e tij mbar, po thot pejgamberi, me 4 recate, thot ja Rabbi, unë sot këtë ditë që ti ma dhe mundësin edhe një ditë 3 me jetu, ti më dhe sot shëndet, edhe sot me pas shëndet. Unë e shaj respekti, falëndërimi, mirënjohje ndaj teje, po du këtë ditë sot me nis me 4 recate na file, falëndërim, e hamd, e mirënjohje, e respekt ndaj teje, ja Rabbi. Vazhdoj punët e tua. Thot pejgamberi alayhis salam, ky robi Allahut që e ka nis ditën kështu, nuk e din sa mirësi e presin prej Allahut. Allah. Nëse tash ti ke bua adet çdo ditë, me fillu ditën tënde, prezojmë, ti e fillon punën në 7. Programoje për vëlla. Nëse ti dush mund qenë 6:30, edhe të mjaftojnë gjys ore mu bë gati, çau 40 minuta, edhe 10 minuta lej për çdo 4 recate namaz. Por nëse një ditë për një arsy të ka ik dhe ti ke pas adet zakon gjithmonë e fillon, kur do që e fal, edhe nëse e fal mas kohë, këtë logaritet së është adetit, se kështu tha pejgamberi alayhis salatu wassalam. Hadithi i këto 2 hadithet e fundit për sonte, hadithi i parë është hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radhiyallahu anhuma. Interesant, pejgamberi një ditë i ka thonë Abdullahut, o Abdullah, mos u bën si filoni, e fal ke namazin e natës, e mo nuk po e fal namazin e natës. Hadithi është i vërtetë në Sahih Buhari dhe Muslimi. Është interesant se koha po na ik
Po du me jep një sqarim me rëndësi për Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amri o kom për djemve 3 pejgamberit, për i rinis edhe nxanë si pejgamberit, edhe shok i pejgamberit, po për shokve ata që janë konë rinia, o konë shumë i devatshëm. Shumë e ka dasht Allahun xhelle xhelaluhu, shumë e ka dasht ibadetin. Ditën kër e ka martu baba, shumë ibadet po ban. O bodasma e, kële e dita nesërme. Dita e parë e nusës në shtëpi burrit. Baba i Abdullahut e ka pas një frikë, e ka ditë se djali i tij bën shumë ibadet. Edhe me marifet, me mjeshtri, dita e parë, nusja e ka bo natën e parë, u që dita e parë, po i thot vjehri nusës, Amr ibn al-As pe shokët pejgamberit, po pojtu të djalit se e ka ditë që djalit i është shumë bën ibadet, shumë adhurim, ibadet që. I tha more nuse, me marifet. Si e keni bu natën mbram me Abdullahun? Nusja shumë e meqme. Është anku të vjeri, po i ankohet vjehrit për burin e saj, po me marifet, me mjeshtri. I thot Abdullahu është rob shumë i mirë për Zotin e tij. Abdullahu është rob i mirë shumë për Zotin e tij. Kur po gjysa ditës e thiri djalin, Amri e thiri djalin Abdullah. I tha o birjem, nuk mundesh me vazhdu të ashtë të natën me falë namaz. Ke falë të natën namaz i kun beqar, të ashtë djali martum, ke obligime, ka ndru jeta. Ka ndru jeta. Aq shumë e ka vazhdu ibadetin, e ka marë për dore ka qute pejgamberi. Ka thonë, ja Rasulallah, këndodh brenda natës ose brenda 2 nate e lexon këtë Kur'anin namaz. Namaz nate. Pejgamberi sa më tha, o Abdullah, nuk ka nevojë me lexu Kur'anin krejt ma shpejt se sa brenda 7 ditëve. Tha ja Rasulallah, unë kam dëshirë me lexu ma shpejt, ma shumë. Tha njerën 4 ditë. Tha jo, tha unë shpirti ma don ma shumë. Tha njerën 3 ditë. Tha ja Rasulallah, unë kam dëshirë ma shumë. Pejgamberi tha, ai i cili e lexon ma shpejt se sa brenda 3 ditëve, edhe e mundon veten, por edhe mundet mos m'ia jep hakun Kur'anit. Por Abdullah i ka vazhdu, tër jetën e tij ka vazhdu me lexu. Kur o plak, normal mosha dallon, thot i kom ra pishman pse nuk e kom pranu ofertën e pejgamberit, se shokët e pejgamberit edhe për punë nafile vullnetare ju kanë besatu Zotit, punën që ka bëu desa nuk e ndroi. Kë ka mujt me hek dorë pe saj, po kështu kon shokët e pejgamberit e sa. E pejgamberi alayhis salam për me nxit Abdullahun kur kon djalë i ri me boj ibadet, një ditë i ka thonë, o Abdullah, mos u bë si filoni, e ka fal namazin e natës, por dikur e kalon. Apo sheni vllazën që pejgamberi alayhis salam disa prej shokëve të tij që e ka ditë që kanë qenë të pjekum, ju ka folë edhe për nafile. Është interesant këtu Sheikh Ibn Uthaymini të që ky hadith përmend 2 vrejtje me rëndësi. Thot, apo e shini pejgamberi nuk e ka përmend me emën, nuk i ka thonë Abdullahit mos u bë si filon fisteki. Pse? Se s'ka dash pejgamberi me turpru. Domethënë, na duhet marrim yrnek dhe duhet jetë metodologjia jona kur dona me marr shembull për jo të mirë dikon, nuk duhet me përmend me emën. E nxje filonin, djali fistekit, na leta që e përmendim emrin, na i thojmë, është i gatë, e ka një kerr, e ka punën që tu, e ka shpinë që tu, krejt ja kallëzojmë në civil. La ilaha illallah. Ja, nëse donë me marr shembull edhe yrnek, edhe me i thonë nuk bën më bo, e merr anonim. E dyta, ka thonë Ibn Uthaymini, pse nuk ja ka përmend emrin pejgamberi alayhis salam? Nuk ja ka përmend emrin se mundet me qenë rrethane caktuar për personin i cili mundet me pas arsye, mundet me pas yzer, mundet me pas smundje, ku ta diure, prandaj është përmend në mënyrë anonime. Edhe hadithi i fundit është hadithi Aishës radhiyallahu anha, e cila thot ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam,
Ka thonë Aisha radiallahu anhu, pejgamberit a.s. nëse ka ndodh me ik namazi i natës prej ndonjë smundje, apo u koni lodhën pejgamberi, atëherë ditën e nesërme pejgamberi ka falë 12 rekate nafile. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Do të thonë, ka thonë Aisha radiallahu anha, nëse pejgamberit i ka ik namazi natës, se namazi natës për pejgamberin kon farz, veç për pejgamberin. Thotë nëse i ka ik namazi natës pejgamberit, o kon smut i lodhëm apo ndonjë arsye tjetër, ditën e nesërme i ka fal 12 rekate namaz, ditën e nesërme, nafile. Mirë, pejgamberi sa rekate namaz e ka fal namazin e natës? 11, 8 rekate namaz edhe 3 rekate vitër. E pse 12? Se namazi i vitrit falet vetëm natën, nuk falet ditën. Prandaj pejgamberi a.s. me pas fal namazin e vitrit që tek ditën tek, namazi i vitrit kur falet? Vetëm natën. Prandaj pejgamberi e ka shtu edhe një rekat, mos më kon tek, po më kon qift edhe për ato. Për shembull, nëse ti ke adet, që e përmenda, para se me fal vitrin, i fal 2 rekate nafile. 2 nafile, mas e ke fal 2 rekate sunet, mas farzit jacis, pa e fal vitrin, i fal 2 rekate nafile, ose 4, 2 dhe 3, 5, ose 4 dhe 3, 7. Po që të ka ik namazi vitrit, je koni lodhshem, je kon smut, ditën e nesërme, nëse i ki pas adet mi fal 5, sa i fal ditën e nesërme? 6, 5, jashtë edhe një 6. Nëse i ki pas adet mi fal 7, i fal ditën e nesërme 8. Nuk ka ndodhë me këto pa e mbylli. Se djemë të ri, Zotit gjithve në drejtoft, por ka djemë tri që nuk e falin namazin e vitrit. Pejgamberit nuk i ka ndodhë me ik namazin e vitrit kur, edhe namazi i sunetit sabajt, edhe kur kun udhëtar, pejgamberi edhe kur kun udhëtar, nuk e kalon namazin e sunetit sabajt, edhe namazin e vitrit. Nuk bën makia me ik namazin e vitrit. A namazin e vitrit farz hoxha? Nuk ka namazin e vitrit farz, po se ka ik kur pejgamberit alesa, se ka rëndësi të madhe namazin e vitrit. Që ka thonë pejgamberi sa ka thonë mas namazit vitrit nuk ka namaz o kapaki. Demek namazi vitrit është vepra dhe puna e fundit që ti e fal, edhe bjen me flejt, edhe ja dorëzon shpirtin Allahut. Nëse ta kthen Allahu shpirtin, e ke ymer hala në rregull. Nëse ta kthen Allahu shpirtin, ti po ja dorëzon shpirtin Allahut në dynja, e vepra jote e fundit është namazi i vitrit. Po ja dorëzon shpirtin Allahut në dynja, e ti nuk e din me mu, a kena ymer nesër? Por ti po i thush Allahut, ja Rabbi, vepra e fundit në dunja që unë po du me e bo, është namazi vitrit. Prandaj pejgamberi a.s. nuk i ka ik kur namazi i vitrit. Allah ju shpërbleft o vllazër, kaq për sonte mjafton. Inshallah taala vazhdojmë javën tjetër. Allahu na mësoj gjithmonë punë të mira. Allahu e din më së miri, wallahu taala ala sallallahu alaihi wa sallam.